e para se kush ka triumfuar në secilën komunë. Sigurisht, veriu Kosovës ka qenë problematik, sidomos vitet e fundit, dhe kemi deklaratat e mëhershme të cilat vijnë nga Beogradi për organizim për votim. Kemi parë sot në rrjetet sociale, Albion, që grupe serbësh kanë shkuar në qendrat e votimit, të qenorët e para të mëngjesit, për të dhënë edhe ata verdiktin e tyre, disi edhe i ditur tashmë se si do votojnë, duke qenë se si paraqitet situata, po nisim si paraqitet situata aktualisht në veriun e Kosovës. Më pas po e marrim edhe pjesën e grupimeve, kjo shkelje e rregullave të kodit zgjedhor në Kosovë si në Shqipëri, edhe pse është shkelje e kodit zgjedhor, grupimet vijojnë dhe votojnë nga 3-4, kemi parë çuditëra në Shqipëri. Në fakt në Kosovë ndalohet rrepsisht të futesh pastaj edhe në kabinën e votimit më shumë se një person, është ndaluar rrepsisht, mirë po brenda gjendrave të votimit mund të shkojnë në grupe të caktuara, siç po ndodh aktualisht në pjesën veriore, siç e thash edhe në fillim lidhje, se i vetmi incident nëse mund ta quajmë të tillë ose shkeljet e rregullores dhe kodit zgjedhor është pikërisht votimi masiv familjar dhe shoqëror në grupe të caktuara që po e bën komuniteti serb në pjesën veriore. Kjo është një punë, një metodë e votimit që gjithmonë e ka ndjekur lista serbe në pjesët veriore dhe në komunat ku ka komunitetin më të madh që jetojnë serbët. Do thotë ky fenomen ndodh edhe në Graçanicë. Për dallim nga 2021 ku u praktikën zgjedhjet dhe nuk morën pjesë lista serbe me kandidatët e saj, pastaj edhe në 4 komunat veriore ku vendose për herë të parë kandidatë shqiptar për të drejtuar këto komuna, duke parë që gabuan rënd me lëvizjen e tyre politike, tashmë në këto zgjedhje ata kanë vendosur të marrin pjesë dhe duke tentuar të rimarrin kreun e komunave në veri, edhe pse në momentin që ata marrin pjesë dihet tashmë që mund të jenë edhe drejtues të komunave, duke pasur parasysh numrin e banorëve që janë atje dhe që dominon komuniteti serb më shumë se sa shqiptar, dhe nëse llogaritet pastaj në vota, sigurisht që fituesi tashmë dihet deri diku që mund të jetë nga lista serbe. Ajo që ka patur denoncime dhe akuza për sa i përket edhe zhvendosjes së qytetarëve serb në këto komuna. Po, ka pasur akuza që janë zhvendosur qytetarë të ndryshëm nga një qytet në qytetin tjetër ose nga një fshat në një fshat tjetër, mirë po mbetet të konfirmohet sepse nga KQZ-ja ende nuk kemi një qendrim në lidhje me këtë. I vetmi qendrim kemi që në Zveçan kanë votuar deri në orën 9 të mëngjesit 9.76% të banorëve, e që në realitet gjithmonë komunat nga komuniteti serb janë të para që para orës 12 thujese përfundon votimi, thujese votojnë të gjithë 100%, për dallim nga komunat e tjera me shumicë shqiptare ku votimi fillon të shkojë numri më i lartë në orët e pasdites, pasi orët e para të mëngjesit janë një fluks më i vogël i qytetarëve, mirë po vlen të ceket që tani ku ndodhemi në qendrën e vendvotimit, në njërë nga qendrat e votimit më të mëdha në Prishtinë, në shkollën Pavarësia 1928, po shohim një fluks dhe një interes shumë të lartë të qytetarëve për të hedhur votën e tyre. Ndoshta kjo edhe për të kamufluar gjithë gabimet që kanë ndodhur para 4 vite në drejtimin e Prishtinës, ose edhe për të bërë ndryshimet, po e them, sepse këto zgjedhje po na gjejnë në një blokadë politike, disa muajshe që erdhen nga në shkurtë, dhe tani më i gjithë interesi i qytetarëve është që të ndëshkojnë ata që e kanë bllokuar gjithë këtë proces zgjedhor. Do thotë këtë do ta fajsojnë qytetarë, mund ta shohim edhe në fund të do lexohet pas orës 19. Kënd e kanë parë si fajtor për blokad të këtyre muajve. Por në veri, ka partia shqiptare të cilat marrin pjesë në këtë garë? Urdhëro edhe njerë si nuk dëgjova? Në pjesën e veriut të Kosovës, ka partia shqiptare të cilat marrin pjesë në këtë garë? Patjetër, në pjesën veriore garron LDK-ja, vetvendosja dhe BTK-ja me kandidatet të tyre. Nga vetvendosja kemi kandidatet të cilat janë në krye të komunës së Mitrovicës, së Veriut dhe Zveçanit, kurse në Leposavić dhe në Zubin Potok, po ashtu kemi kandidatet shqiptar që garojnë aktualisht që udhëheqin këto komuna nga PDK-ja, por edhe kundër kandidat nga vetvendosja dhe LDK-ja. Ata synojnë të rimarrin besimin e qytetarëve, por siç e thash, nëse marrim në total numrin e plotë të komunave, të banorëve dhe të qytetarëve me të drejtë vote, dominon komuniteti serb dhe është më së kuptueshme që ata në formën se si votojnë, do e votojnë kandidatin për listën serbe, dhe ka fare pak gjasa që një kandidat shqiptar të marrë besimin e komunitetit serb.